Afrika është një kontinent jashtëzakonisht i madh, shumë më i madh nga sa e perceptojnë shumica e njerëzve. Në hartat e zakonshme botërore ajo duket relativisht e vogël, por kjo është vetëm një iluzion vizual. Në të vërtetë, Afrika është mbi 14 herë më e madhe se sa paraqitet në shumicën e hartave. Ky shtrembërim ndodh sepse sa më larg të jetë një vend nga ekuatori, aq më shumë zgjerohet në një hartë të sheshtë. Duke qenë se Afrika shtrihet rreth ekuatorit, ajo shfaqet më e vogël se sa është në realitet. E vërteta është se Afrika është gjigande. Brenda saj mund të përfshihen Kina, India, Shtetet e Bashkuara, Meksika dhe Japonia dhe sërish të mbetet hapësirë. Vetëm një shtet, Republika Demokratike e Kongos, është më i madh se Norvegjia, Suedia dhe Finlanda së bashku. Dhe nuk është vetëm sipërfaqja ajo që është e madhe, edhe popullsia e Afrikës po rritet me ritme të shpejta. Aktualisht, rreth 1.4 miliard njerëz jetojnë aty, dhe ky numër pritet të arrijë në 2.4 miliard deri në vitin 2050 dhe në 4.3 miliard deri në vitin 2100. Kjo nuk është thjesht madhësi, kjo përfaqëson të ardhmen e planetit.